Administratën publike dhe Komisionit për Nismat Qytetare, Bashkëpunimi dhe Mbikëqyrjen Institucionale, nderuar deputet antarë të këtyre komisioneve, është kënaqësi për mua të jem sot këtu për të prezantuar në mënyrë sa më koncize të mundshme gjetët kryesore të përmbushjes së rekomandimeve të nxjerrë nga qeveria shqiptare mbi situatën e kriminalitetit, ku do të evidentoja lidhur me rezultatet e arritura se në vitin 2024 Shqipëria ka pasur rritjen më të lartë të hetimeve proaktive dhe të sekuestrimeve pasurore në 5 vitet e fundit. Hetimet e nisura kryesisht nga prokurorët janë shtuar me 12.3%. Janë sekuestruar dhe konfiskuar 65.5 milion euro pasuri, një rritje domethënëse me gati 60% krahasuar vetëm me një vit më parë. Kjo është rritja më e lartë në 5 vitet e fundit. Janë çuar për gjykim 569 çështje korrupsioni dhe shpërdorimit detyre me 234 të pandehur. Janë trajnuar mbi 1500 profesionistë të drejtësisë dhe janë zhvilluar 190 trajnime për prokurorë dhe oficerë të policisë gjyqësore. SPAK ka regjistruar 65 hetime të nisura kryesisht dhe 163 procedime me përgjime.